Gjithë shqiptarëve dhe ram dakord mazhorantë opozitë që të bënin digjesa mbas kalendarit, mbas rregullohet shkuam me popullin. Populli neve të jeni të sigurt juve që i na dëgjoni dhe këta që po na. Ka qenë kundra bashkimit të Maliqit me Korçën. Kjo është ja u garantoj sepse unë jam shqiptar dhe në këtë arikshit e kam ndjekur hap pas hapit gjitha dëgjesat. Kjo është produkti që populli ka kërkuar të mos bashkohet Korça me Maliqin. Tani çfarë ndodh? Në kundërshtim me çdo ligj, kryetari i Këshillit do ta mbyllim deri duke dhënë një deklaratë të dëgjohet ju. Kjo është kriminoze për qytetarët e Maliqit. Më mirë që e bëm kështu që të gjithë qytetarët të dëgjojnë dhe të inverstojnë për të vijora. Po opozita këtë punë do ta kërkojë sepse ne nuk jemi të opozitës sot të sot, po jemi ata që kemi qartë dhe do të diskutojmë hallet e problemet e maliqanëve, të qytetarëve tanë, të cilët me shpirt, me zemër na shprehin të gjitha, kur mos e lejoni këtë punë të vetë. Janë të gati të bëjnë dhe protestë. Se nuk të bëjmë referendum për pyetje qytetarët e votë. Kjo është për mua. Ju falenderoj juve të gjithë që vini këtu, falenderoj deputetën që është aty, po kjo është situata dhe është tur për Maliqin, për të gjithë ata që ne i quajmë bashkë shqiptarë të bëjmë ligje më të mira dhe të punojmë për ta po na shkelin e kemë kështu pa dhe ta kanë frikë nga pushteti, ta kanë frikë nga kryeministri, prandaj unë ju them, në protesta heqim kryeministrin e jo bashkimin. Ju falenderoj.